Kryeministri Edi Rama ka zbuluar në shifra arritjen që do të bëhet pensioneve sipas çdo kategorie. Sipas kreut të qeverisë, pensioni do të rriten çdo vit përgjatë mandatit të 4 të qeverisë së tij, ashtu siç u premtua në fushatën e zgjedhjeve të 11 majit. Pensionistët do të marrin edhe bonusin e fundvitit. Kryeministri sqaroi më tej se të njëjtat shifra do të dyfishohen për secilin kategori në 2027 dhe do të trefishohen në 2028 dhe do të katërfishohen në 2029. Për të arritur vlerën e premtuar në qershor të këtij viti kur shqiptarët na dhan plot 83 mandate. Ky jam unë dhe këta jemi ne, them dhe themi atë që bëjmë dhe bëjmë gjithnjë atë që themi, theksoi Edi Rama. Kështu bëhet me dije se pensioni urban me vite të plota pune do të shkojë në 40.000 lekë të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesëshëm do shkojë mesetarisht 22.000 lekë të reja nga 15.850 lekë që është sot. Pensioni rural do të shkojë në 18.000 lekë të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar do të shkojë në 18.000 lekë të reja nga 11.400 që është sot. Pensioni i invaliditetit do të shkojë në 30.000 lekë të reja nga 20.000 lekë që është sot. Nga janari vitit 2026 pensionet do të rriten çdo muaj, përmbi indeksimin si vijon, u shpreh kryeministri Edi Rama. Pensioni urban me vite të plota pune në 1.800 lekë, pensioni urban i pjesëm në 800 lekë, pensioni rural në 10.000 lekë, pensioni familjar në 700 lekë, pensioni i invaliditetit në 6.000 lekë.